Policia e shtetit ka publikuar rezultatet e punës për muajin prill, duke treguar një angazhim të pandarë në teren për garantimin e rendit dhe të sigurisë. Fal prezencës 24 orë në 7 ditë, kontrolleve intensive dhe bashkëpunimit me qytetarët dhe partnerët ndërkombëtar, policia ka arritur të finalizojë një sër operacionesh të suksesshme. Gjatë muajit prill janë zhvilluar 65 operacione policore në nivel kombëtar dhe 16 operacione ndërkombëtare për kapjen dhe ekstradimin e personave në kërkim. Janë arrestuar 617 të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Policia ka sekuestruar 22 armë zjarri, 5 armë gjahu, 4 armë sportive, si dhe një sasi të madhe municioni. Në luftën kundër narkotikëve janë sekuestruar mbi 80 kg kanabis, përfshirë 13.9 kg me përqindje të lartë të HC-je, qindra doza, gati për shitje, mira, bim dhe fidan, si dhe sasi kokaine. Në kuadër të goditjes së krimit të organizuar janë shmontuar 3 grupe kriminale, 2 të cilët merren me prodhimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe një që kryente vjedhje me thyerje. Po ashtu janë sekuestruar rreth 300.000 euro të dyshuara të përfituara nga aktivitetet kriminale, 1.4 kg flori, bizhuteri, pajisje elektronike që përdoreshin për call center dhe lojra fati. Strukturat hetimore kanë arritur të parandalojnë 7 ngjarje kriminale me rrezikshmëri të lartë, përfshirë 3 me armë zjarri, si dhe kanë zbardhur 10 ngjarje kriminale të mëparshme, përfshirë djegje automjetesh dhe konflikte. Policia rrugore ka arrestuar 224 drejtues mjetesh, 126 për përdorim në gjendje të dehur dhe 98 pa leje drejtimi, si dhe ka pezulluar 218 leje drejtimi për shkelje të rënda të qarkullimit rrugor. Policia kufitare bazuar në inteligjencën policore ka kryer kontrolle intensive dhe ka goditur 49 raste të kalimit palishëm të kufirit, 8 tentativa me dokumenta false, 6 raste të kontrabandës së mallrave dhe të trafikimit të mjeteve motorike. Ndërkohë policia ka trajtuar edhe mbi 120 raste krimesh mjedisore dhe 85 raste dhune në familje, si dhe ka ndihmuar 13 turistë të huaj të cilët kishin mbetur të bllokuar në shpellën e Pullumbasit dhe kanionin e Nivicës.